Ky sezon veror do ta gjejë sërish rrugën e Bërdiçës të parikonstruktuar, asfalti amortizuar, mungesë sinjalistike dhe keq menaxhimi i mbetërinave është pamje që të ofrohet të këtë segment rrugor. Megjithëse tashmë është kthyer në një segment dytësor, sërish rruga Bërdiçës ka fluks të lartë lëvizjesh të automjeteve gjatë verës, të cilët ju drejtohen plazhit Velipojës, thon banorët. Me këtë rrugën e Bërdiçës, prit e harku, e ku del te autostrada Velipojës, është ndërtu komplet rruga e re. Dhe kësaj rrugë nuk i bjen kush mrapa. Me gropa, s'ka asgjë, pastrim, asgjë, nuk përgjigjet kush. Janë në kuk të tonë të bashkia të ashtu, po thonë, po gjë nuk është bërë deri tash. Qysh sa është ndërtu rruga e re, nuk ka prek më. Ba rrezik për aksidente se në periudhën e verës kalojnë makinat e Velipojës, kalojnë këtë rrugë, futen për me dalë më shkurt. Po, kështu ka met. Shpresojmë një ditë që në bëhet. Megjithëse është premtuar se do të ndërhyet për rekonstruksionin e saj dhe kthimin në kushte normale për qarkullimin e automjeteve dhe të banorëve të zonës, deri tani nuk është marrë asnjë mas. Kjo rrugë me gjatësi rreth 3 km vjen në ndihmë afër 15.000 banorëve të fshatrave Darraxhat, Bërdicë dhe Tërush, të cilët lëvizin çdo ditë në këtë segment që po degradohet ditë a ditës.